duhet mbaroj diçka dikur. Patjetër. Sepse nuk mundet tani, ne pam se që ndodhi sot. Si ata mund të replikohen kaq shumë çifte, sa që zgjedhjet nuk mbarojnë deri nga shtatori pastaj. Kjo është problemi tani. Se është e pa drejtë kjo që i thot subjektit. Por janë pa drejtësi sokol të pa evitueshme se krijohet kaos në zgjedhje. Sistemi i ka vënë këtë Saracines. Po jave vet. Po pra, po nërmë, po pse kush e vuri? Nuk është fair. Ato ndanë zgjedhjet sokol në kafen e parlamentit, Po ta themi këtë atëherë. Normal, po patjetër. Po e kanë vendu, ajo zgjedhjet. A e theme drejti që u optua për komisione politike? Po. Po kjo është skandal, normalisht. Vete nuk ndanë do të numrat, deputetëve po kështu e ndanë. Duhet ishin kategori si, po di unë, avokatër, inxhinier, që qytetarë, patjetër në punë civil. Jo publik, po ndoshta privat. Jep një shpërblim ku diun 500.000 lekë dhe i thua hajde boje. Kur isha pjesë e reformës zgjedhore, ne bëmi takim të iniciuar. Që ka kërkuar socialistët fakt, po se pranoi Partia Demokratike. Kush? Jo, ashtu si që kërkoj Partia Socialiste nuk mund të este fare, sepse që hajta bëjmë kështu që ta ke mund të gjithën. Por për të vënë në pusë civil. Kishte një metodë tjetër me privat, nga sektori privat. Jo, kishte një metodë tjetër. Në ngje bëjmë bankerët, kërësisht në bankerët e nivellit. Po të themu propozimi që kishim ne, për shumë, se u bëj një tryez nga audiri 2 ditë, ku ishim akoma në pjesë e reformës zgjedhore dhe isha profesor si PD-s. Ne kishim një propozim tjetër, t'ishe stafi KQZ-s, i administruar nga KQZ-ja, edhe nxirrte gjithë listën. Edhe ne zgjidhim 2 antarë, Partia Demokratike zgjidhte 2 antarë nga lista, për çdo qendër votimi. Për çdo qendër votimi do zgjedh 2, PS-ja zgjidhte 2 ose 1 sipas rastit. Dhe vëzhguesit i kishim partjak, por komisionerët jepte një listë KQZ, që do ishim funksionarë të KQZ. Kam përshim edhe Celibashi ka qenë pro kësaj skeme, se kam folur, ka qenë Celibashi pro skeme. Kemi rënë dakord, po kishte disa metoda, kishte me 3 antarë, me 5 antarë, po praktikisht ne dham dakordsinë për këtë. Që këto zgjedhje do i kishim apolitike, komisionet, numrim, votim, edhe plus edhe zhvillimi madh që donim dhe votim dhe numrim elektronik, që praktikisht sfumoi edhe roli komisionerit. Pastaj Rama bëri llogarit. Sa më intereson më mirë ta kem pushtetin tavolinë, se sa të merrem me këto episode. Me gjithatë Skënder, gjithë këtë situatë, gjithsesi mendoj unë, po nuk e di si e shikon ti që veprimet e Celibashit mund të jenë nga qëllimi mirë, nisur nga qëllimi mirë, po nuk e di nëse do t'i ulën apo do t'i ngrenë tensionet në këto 2 ditë e fundit. Sokol e njohim mirë Celibashin, se është një prezencë e vjetër tashmë në kryet zgjedhjet shqiptare, edhe në politikë. Edhe kur e kemi kritikuar, e kemi thënë që ai është më i miri në këtë fushë. Patjetër. Është një figurë demokristiane, në sensin do të thoja unë pozitiv. Demokristiane italiane. Demokristiane në sensin pozitiv të termit. Do të thotë që nuk është kot aty kaq shumë vite. Rruga që ka bërë, se e kanë lënë 2 partitë mëdha. PD-ja zgjodhi Celibashin për para Ilir Usmajlit. Po pra, tani, ideja është që, megjithatë, unë jam zgjodhi pasi 2 dekada rresht çfarë nuk i tha ndërkohë. Atë do thosha tani po. Tek votat e Greqisë se shoh që Celibashi është i zënë shumë ngushtë, sepse agresiviteti i PD-s ndaj tyre ka qenë i pashpjeguar, por shumë i ashpër, i ka pas të dyja. Domethënë, shumë kategorik, Flamur Nogën e mbaj mend që asnjë vot Greqie s'do numërohet sonte këtu. Dhe kishte një 20 kamera mbrapa. Në një vend normal. Në një vend normal, se po pse? Aty të vjen zbatuesi ligjit dhe të zbaton ligjin flagrant. Patjetër. Ti e shkels ligjin normal në vendin ku numërohen votat. Teorikisht. Tani, problemi është që Celibashin këtë mes, kur agresiviteti palëve shkon shumë lart, viktima parë është... Ai që është me i buti. E kemi profesorin këtu, që e di shumë mirë se ç'do të thotë t'jesh në atë pozicion. Evolimi i Celibashit në sytë e doktor Berishës, nga Celibashi zi zgjedhjeve në një administrator normal zgjedhjeve është mbreslënës.